Mirëmbrëma shikues të nderuar dhe mirë se po takohemi në episodin e radhës të emisionit Rrëfim Jete. Edhe sonte do të jemi së bashku në këtë emision duke u munduar tek ju të sjellim rrëfime sa më interesante. Fillimisht deshta t'i falenderoj edhe sponsorët e këtij emisioni, duke filluar nga ordinanca stomatologjike Luani Dent me 2 pikat e tyre në Podujev gjithashtu dhe në Prishtinë. Luani Dent ju mirëpret me një staf të mrekullueshëm dhe shumë profesional. Një falënderim tjetër shkon edhe për kompaninë Kan Dekor, një kompani e cila është përkujdesur për rregullimin e skenës sonë. E sonte në këtë studio do të vije një grua shumë e fortë, një grua e cila do të rrëfen shumë çka për jetën e saj, pavarësisht që jeta na sfidon me gjëra të mira dhe të këqija, ajo do të vije sonte për të rrëfyer shumë çka për jetën e saj. Jemi mësuar që ta shohim në intervista të ndryshme, duke bërë promovime të ndryshme të librave, meqense ajo merret tash e sa vite me shkrime dhe është libri i saj i 24 që tashmë kohën e fundit ka publikuar. Përveç kësaj, ajo asnjë intervistë nuk është se ka folur për jetën e saj private. E sonte në Rrëfim Jete do të vije për të na rrëfyer shumë çka për jetën e saj, për divorcin e saj, për takimin e saj pas disa viteve me vajzat, gjithashtu do të flet edhe për aktrimin që ka qenë ëndër e kahershme e saj dhe tash kohën e fundit shohim edhe në për shfaqje të ndryshme, në për filma të ndryshme. Me ne dhe me ju sonte do të jetë Ymrie Beqiri. Qëndroni me ne. Mirëmbrëma Ymria dhe mirë se erdhe në emisionin tonë. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Kemi nderin edhe kënaqësinë që të kemi sonte në emisionin Rrëfim Jete, meqense të kemi pa në intervista të ndryshme, që ke qenë prezente me promovimin e librave të ndryshme, por sonte në këtë emision do të jesh një verzion pak më ndryshe, do të folësh më shumë për jetën tonë private, për karrierën, edhe për gjërat e mira dhe të këqija që të ka sfiduar jeta. Lutem, faleminderit. Atëherë fillimisht na tregoni si ishte fëmijëria jote. Të thënë drejtën, jam fëmijë i madh në familje. Jem 4 motra, 4 vëllezër, jam fëmijë më i madh i familjes dhe si zakonisht ka herë barë më të madh të familjes e barë fëmijë i madh. Dhe ka herë edhe çapkenat, ndoshta më shumë i kam krijuar në familje. Po si fëmijë, ke qenë një fëmijë i urtë apo jo? Ashtu. Me raste. Duke marrë parasysh karakterin tani që e keni? Jeta në fshat ka qenë ajo, që ndoshta ka qenë pak jeta më dinamike se fëmijë, duke ditë se në atë kohë s'kena pas për shembull lojna e internetit ku ta dinë. Na tregon pak a shumë nga cili fshat vjen? Unë vjen nga fshati Dëbos, Rrezë Çavicës. Edhe kuptohet që fëmijë morin në fshat, na zakonisht lojën e kena pas topin, loja në natyrë. Unë jam pak si tip më shumë ka futbolli, ka lojna tjera handbolli, ku ta di, jo me kukulla. Po. Edhe ndoshta ajo loja. Ma shumë nga lojrat mashkullore. Po, ndoshta ajo loja pak edhe kam qenë tani fëmijë pak më. Po në shkollë si ishe si nxënëse? Me qenë se tikon na kena viju shkollën në fillore në fshatin Galis, shkollën Azembeta, edhe ka qenë pothuajse ndoshta 40 minuta ka qenë në rrugë deri në shkollë. Prap mungesa kuptohet e librave këto, mirë po kam qenë nxënëse shkëlqyeshme deri në shkollën e mesme që kam vijuar, do të thotë e di që në klasën e 7 kam marrë pak në shkëlqyeshme, mirë, po gjithmonë shëmbullor edhe mirë. Si e vlerësoni shkollimin e atëhershëm me shkollimin që bëhet sot? A mendoni që atëherë ka qenë një shkollim më i vështirë dhe pavarësisht që ka qenë i vështirë, ja keni dalë edhe shumica kanë qenë nxënës të shkëlqyeshëm? Sa më drejtën, sash mungesa kushteve dhe kuptohet edhe materialet mesimor. Unë e di që kena kalu për shembull në pitet e slagje, tetën e lagje me marrë sa materiale për në hartim apo diçka tjetër. Mirë, po ka qenë edhe cilësia e arsimit ka qenë diçka ndoshta më nivel, po tham, që nis nga arsimtarët e shkollës fillore që edhe sot këtë moshë bashkëpunoj, edhe
dyshysh, kur na kanë spjegu diçka, të thënë drejtën, na kanë godit në kokë. Edhe kem qenë mirë me mësime, po flas për shkollën fillore. Pastaj si kanë rrodhë gjanat e jetës, kur keni dalë në Vushtrë? Po, në Vushtrë fillum tani shkollën e mesme në herë, të thënë drejtën fillova se baba ka punuar me metalurgji 35 vite, atëherë i larguam mosat e dhënshme, edhe nëse fëmijë i madh i familjes, shkova të dojë në Renas, doja punësoj me një dyqan të këpucave ato, edhe për një minimu familjes, edhe regjistrua në shkollën e mesme në Renas. Pas një kohë u ktheva në fshat, edhe prapo ktheva tani në Vushtrë, e vazhdova shkollën e mesme, edhe ato dihet me shumë sakrifica në ashtë të thënë drejtën edhe me shumë vështërsi, sepse dihet kur vishëm të supozit të ura e gurit në Vushtrë, këna pas dalesa, u dashëm u kthty, këna pas problem për shembull e qarkullimit të automjeteve, di që shumë herë na kalon autobusi të në fshatin e Volan edhe këna vazhdu kohëm, me qenë se edhe këna qenë pak vajza që këna vazhdu shkollimin. Mirë po ty faleminderuan edhe njerëz e fshatit edhe për rreth që këna udhëtu me ta, na kanë përkrah moralisht, hajde me neve, këna udhëtu, s'kena pas të lashe. Në fjalë s'kena pas të lashe. Me qenë se dëshira e madhe ishte të vazhdoni shkollimin edhe me tutje të shkoni në fakultet, po vështërsitë të shkollimit atëherë ishin pegit të vështira. Ëndra ime ka qenë, e di që në shkollën fillore, kur e përfundojshëm klasën e 8, pyetja e parë e kujdestarit ka qenë a kemi vazhdu shkollën e mesme, edhe në të ardhmen që ka presën për shembull në profesion. Dhe unë e di që më përgjigj ose do të bëna aktore ose pilote. Ëndra ime ka qenë aktore. Po megjithatë njërin nga këto ëndra tuaja vetëm i keni realizuar. Po, pak, vitet e fundit, e kom qenë 3 vite, 4 besoj, e kom prej këtë pjesën e aktrimit, edhe jam e kënaqur që e kom realizu sa do pak ëndrën, edhe të thënë drejtën çështë kom qenë edhe si fëmijë pak, ja kom nu pikën, e kom realizu ëndrat e mia. Ndoshta edhe vonë, po e kom gjetë vetën. Ymria, pavarësisht në moshë të re, domethënë jeni fejuar. Na flisni pak a shumë për familjen, me qenë se keni dhënë shumë intervista për televizionet të ndryshme, keni folë më shumë për librin, domethënë dhe për karrierën tuaj. Në librin të cilin e keni promovuar tash Femrat Shqiptare, keni folë domethënë në faqen e fundit pak a shumë për një biografi të jetës tënde. Nëse ka mundësi pak a shumë na folë në pika të shkurta. Po, ndihet... E di që po të kthej mrapa me vite, po ja që jemi kurreshtar me ditë. Lutem, është diçka një pjesë e mia e jetës edhe ish përfundimi i shkollës mesme, tregova me shumë vështirësi ndërpremje, po dikon për oda shkolla, çapo dionë na për shtëpi. Mandej u fejum familjaresht, familja mendosën e bona një fejes, tamam me traditat tona shqiptare. Ti fillimisht e njofte personin apo familja të lidhe me personin? Unë njoftom familjaresht. Mandej u martu me darsëm, se që kemë që zakonim. Tamam me tradita shqiptare. Tamam me tradita shqiptare. U bo një darsëm mirë po, në fëmija në jetë i kem 2 vajza, falë Zotit janë 2 vajza të shnosha mirë, jenë edukum në të frimen shnosh, ashtu qysh, do të është mirë kur një prend një jetë i plotësuar me fëmijën e vetë, edhe unë jam i plotësuar me ta, një shumë mirë sepse janë shkollu mirë, janë eduku mirë, 2 vajzat tash janë martu, 2 atë janë banana. Unë jam bën e gjyshe edhe është të thënë drejtën ish bekem nga Perëndia kur të kish vajza. Të kish vajza. Po jeta bashkëshortore? Jeta bashkëshortore filloi ku lufte, do të në trutimin e luftës na u ndonë edhe rrugët. Pasi që ishit martuar? Po, pas vajzës së vogël. Cila ishte arsyeja që u ndonë rrugët e juve?
Ish periudha e luftës edhe unë ndam për nashta në për një arsye kur gjë të vogël diçka, mirë po tani pjesa e luftës edhe vendiva shtatorë dhe në vijum në qytetin e Vështres, edhe veç tani veç përfundoj gjithçka. Nuk ka qenë arsye diçka. Si përfundoi kaq lehtë kur kishe dy vajza në mes. Vajzat ishin me ty apo me ish bashkëshortin? Jo, kanë qenë me ish bashkëshortin, mirë po në fillum tani mandej se ko lufte veç në dajten dhe fëmija edhe nuk e disha ku janë, unë e vazhdova me familjet, me nanën, me motrën, me vllon, të Varrezat gjytet të vendosëm, anë në Andrinizve që ka plej luft, anë në fshatin Dubas, në penzinë shtatorët, veç në degjen në rafsh me tokë, që të një fjallë, edhe kuptohet kontakti, atës këna pas telefon, as diçka mjetë. Po ti në momentin që shpërthej lufta, ishe të familja jote, që pastaj aty u ndatë? Edhe drejt përfundim të luftës, nuk kom ditë kur gjë për fëmijën. Drejt përfundimin e luftës, nuk kom ditë. Ke bo përpjekje që me ditë çka po ndodh me fëmijët, me ish bashkëshortit? Me që njerëz të trajt luftës që në atakuan, e kom pyet edhe më ka do të gjojmë rrugë të pyesëm ko janë, e kom marrë vesh që fëmija janë mirë, i kanë qenë me gjyshen e vetë, ai ka vazhdu jetën, tani veç më martuan, mirë po përfundim të luftës. Po jo kishit ndonjë debat që përfundoi kaq lehtë një martesë? Ka qenë një mos marrëveshje diçka. Po pastaj aty ka qenë arsyeja që ai nati është mbajt edhe deri te divorci. Nuk na ka dhënë hapësinë tani mandej se ka qenë tash periudhë e luftës edhe rrugtimi i luftës do të thotë ne ka ndodhur rrugët tona. Edhe kështu tani më në ato rrugë veç kemi vazhdu jetën, ai ka vazhdu jetën e vet. Pas sa kohë keni takuar vajzat edhe çfarë moshe kanë qenë vajzat? Vajza e madhe ka qenë 2 vite e gjysmë, e vogla ka qenë 1 vit e 2 muaj, kur ka qenë periudhë të luftës. Do të thonë ato vetëm të kanë njoftë ty si non? Deri përfundimin e luftës nuk i kom taku. Mirë po, u bëjsh lufta, na dolëm prej Çuçavicës, erdhëm te Varrezat e qytetit. Aja Afrika e jonë, si femnë të thëmë drejten, fillum këtë vajzat që ishëm ato, i prejtëm flakt. Unë i kisha flakt e gjata, i shkurtova flakt, edhe se të na prishëm që edhe të Varrezat nuk kena me nejtë këtë gjatë, se çdo moment të prit kjo për shembull hyrja. Mandej, pak edhe dopsova lufta, si kuptohet brenga e familjes edhe këtë. Mirë po, kur përfundoi lufta, unë u takova me një vllat një shoqës, ai po ne ke përkthys në OSB, edhe po më pyet atin kuptohet mas luftës, a keni pështu prej luftës, çka ka tredhe, unë i tregova arsyen. Ai ka folur me një, mos gabofsha me një italiane, edhe ai italiana i ka gjetë adresën, e ka bën kontaktin e parë, më shkuan me vizitu fëmin, kanë qitë në qendër sociale, aku të di, nuk e di, s'm kujtohet Skënderaj, edhe i kom taku fëmin, ka qenë hera parë, të thëmë drejtën, në herën e parë nuk i kom prezentu si nanë, përse i kom pas që fëmija s'm ka njoftë. Nuk t'ka njoftë fare? Edhe? Ta dhe im shku gradualisht. Ko pas kohë, vikenda. Si ishte reagimi i vajzave kur për herë të parë t'ju afrove edhe? Ashtu, jo, ai të thëmë drejtën ashtë ai takimi me nanën. Mirë po... Ti fillimisht nuk ju tregova se jam nanat, do thonë nuk kanë arrit me njoftë. Jo, sepse nuk desha mi ngacmu fëmin në atë pikë, për disa me ditë qysh i kanë përgatit ata çka i kanë folë për mua. Që mos mi lëndu për zhvillim tutje. Mirë po mandej i thash vajzës të madhe se kur kemi nanën, ka shku në Gjermani, ka qenë keq më shëndite më shëru, tani pas të gradualisht. A disa takime i kam treguar. Po si ka qenë reagimi i tyne? Nuk e di. Nështë mosha, ka po të vetën pak kanë qenë të rjekta, pak të heshë. Për shkak se është largu një nani moshë shumë të vegjël kur kanë qenë edhe pastaj kur ju kesh paq ka qenë shumë absurde, shumë e papritën kjo. Mirë po të thënë drejtën, e ka pas atë forcën shpirtërore, kom punu shumë mirë me vajzat. Gradualisht, s'ka mungu për shembull kontakti i familjes, i kom marrë vikenda, kom punu ato,
që nuk kam pas probleme shëndetësore, po atë keni babën, e keni familjen e juve. Edhe ata faleminderit, nuk i kam fol diçka vajzat, se s'kena pas në arsye diçka. Thjesht nuk ka jetë. Po, e mirë, po, vajzat kanë bo lëvizje, ti ku marrë pushime, ku marrë vikenda, tash vinë në shtarin me javë dhe me mujtë të tëra, kështu që pa të lashe. Do të thotë, vajzat janë rritë me një familje, janë rritë snosha me dy prindë. Nuk e kom dashur me lanë fëmijën me pas mungesën, minimum mungesën ose nënës së babës. Edhe anena kam pas kujdesin e shtumë, edhe në mënon në maksimum këtë punën, këtë jetën në rrugtimin edhe sakrificën e ku bëhë për të dhe pra bëj për të. Mria, pavarësisht që kanë kaluar shumë vite, ndarja juaj, divorci juaj ka qenë një divorc shumë pacor. Do të thënë ka përfundu aty, po vajzat nuk kanë pas mungesë të babës apo të nonës. Do të thënë ju vazhdimisht vajzat kanë ardhur te ju edhe te babai i saj, kështu që si keni arrit këtë komunikim aq pacor që ta keni tash sa vite? Po, nësë s'kena pas kurorëzim, do të s'kena von lidhje me tesore me kurorë, sepse atëherë kanë qenë masat u kërkeshin para matem, çfarë do të edhe s'kena mujt. Kena qenë moshë e re, të thënë drejtën, ku qenë 20 vjeçare, nështë 21 vjeçar, kur edhe nështë jem do se s'kem pas nëjë farë probleme që në shku do të thonë që ma po diqka, s'kena kujtu të njëri që të diqka të keqe, edhe ka qenë një njëri që i edukum që ka punu me vajzat, edhe në s'kena dorë që fëmijat morit me atë frymen, nështë atë për ne me urrejtje. Zëjnë ma të vogël ndaj neve si qëftë që fëmijat aja me kalu të fëmija. Sot forëzën të fëmija kanë bashkëpunimin e mirë dhe me familjen e ngushtë dhe rrethin e gjanë, familjarët e baba dhe ato, në të kështu që absolut do të thotë veç të na dy që e nda për ndryshe fëmija s'dy këna dhonë kur asë njëherë hapsin ma të vogëlen me më shkput lidhje familjare ose rreth ose njëherë. Pavarësisht që tani jeni një gjyshe dhe dukesh shumë mirë, ndoshta edhe puna dhe aktivitetet tua të vazhdueshme e bëjnë këtë. Na flisni pak a shumë për punën, për karrierën? Po, me herën fillova kur era në Vushtre, fillova kuptuat, po flas pasi përfundoi luftat. Fillova të kërkoj punë, fati unë pranova në qerdhen i përfoleja në Vushtre, në kupshën e fëmijëve. Edhe pas 21 vite punë, kam kaluar në bibliotekën e qytetit, ka prej vitit në kalum, dikon fund qershorit, vitit kalum, jam në bibliotekën e qytetit. Sa vite aktualisht keni punu në Qerdhën Foleja? 21 vite. Në Qerdhën Foleja keni punuar si mirëmbajtse, po pavarësisht që ju keni qenë aty mirëmbajtse, ju gjithmonë keni qenë aktive, domethënë aktivitete të ndryshme kulturore, duke marrë parasysh edhe shkrimet që vazhdimisht keni shkruar dhe nuk keni dorëzuar asnjëherë. Po. Sa ishte vështirë të njëjtën kohë të punosh në Qerdhën Foleja dhe të njëjtën kohë të merresh me shkrime? Ta them drejtën, në diçka, se di, unë po nisla për veti, kur diçka e dënë besoj që e realizon edhe gjanë ku. Ju pse s'kom gjetë ku për këtë pjesë. Po kur kam shku në shtëpi që kam përfundu punën ose jo merrem me diçka me letërsi ose në pjesë të aktrime diçka. Kom kërku prap me një kohë që më ka duqë edhe që e kohë më ka tepru që ka muna me shtin qatë pjesë të kohës, me qenë se treguan jam nonë dhe jam gjyshe dhe faktikisht unë e merrna me punë familjare, punë të shtëpisë, pa i lanë ato anësh asë njëherë. Jam të thëmë drejtën pak nështë edhe jam një femër bege përkushtuar në familje. Mirë po kom gjetë kohë, sepse këtë pjesë letërsisë e duan edhe kom punu prej shkollës fillore, ka qenë disa revistat e shkollore, ku fillu gradualisht ka pak nëjë poezi dikon ato këto me botu. Edhe kom punu ma shumë mas luftës, kom filluar nështë vitet 2017-18 me se redaktore e librit ose recenzente e librit, dikon autorëve tjerë, jo të librit, sepse
ta drejtës kom pas mundësi financiare, s'kom pas... Akoma pa botu në ndonjë libër e ki fjallën? Po, pa botu në librat e mija, do të kom punu të veprat e tjerëve. Mirë po e di që tani me bashkëpunimin me shtëpi botuse të tjera, të e pa punën tem, edhe se si me një libër, i tregova që për hakmjetën financiare, se anë fillova me librin e parë, di që kam dalë me librin e parë në Kufit e Harresës në 2018. Pas 2018-ës, Kufit e Harresës, kam vazhdu prapë me poezi, kam tregime, rrefenja për fëmijë, me qenë se me punu në kofshën e fëmijëve me fëmija dhe mos me të lindë vargo, konë pa mundur. Pa mundur, më konë njëri që i kom përcjell, edhe pse se kom pas profesion, për shembull profesion edukatorën, kom përcjell çdo lëvizje të fëmijëve, aktivitetet. Më ka interesuar gjithçka, ndoshta edhe plan programet, edhe televizja të fëmijëve, edhe kështu që e kom dashur atë pjesë sepse i du fëmin. Edhe kom shkruajt edhe për fëmijë, edhe i kam mbledh librin, është rrefenja Foleja ime, e kom quajt librin, edhe i kam rrefem fëmijët e kopshtit Foleja. Ta kemi me mësuesit, me nxjesi, aktivitetet, kështu që e kom dashur atë pjesë letërsisë, mandej me monografie. Mirë po, është tash ka dalë për shembull nuk e di para një muaj, promovimi që bën një librit tash Femra shqiptare, roli dhe sakrifica për atë dhe. Okej, do flasim pak më vonë për promovimin e librit kur jemi këtu te kopshti, te Foleja, kur ti ishe për sa vite aty punëtore. Pavarësisht që ke bo dy puna, sa ke pas përkrahje nga stafi, me qenë se janë dy punë të kundërta të cilat ti i ke bë atë në momentin që ti domethënë ke shkuar dhe ke përfundu punët e tua aty, edhe të njëjtën kohë e merr me shkrime, sa ke pas përkrahje nga kolektive? Po, nuk e di, s'kisha dashur me fol ashta në atë pjesë sepse kuptohet e na ashta pak mentaliteti jonë. Dikon kom pas përkraje, dikon pas nështë anaj farë, s'po me qujtë bullizim, po nuk është pjesë e jotja, ose me aktivitet. Nështë, hajde, të jenë mirë mbajtje, edhe në shamë më kyshtë aktivitetet. Do më thonë, ka qeni para gjykim, me që ke punu aty dhe ke bo punën tane si gjdohet, ti të njëjtën kohë e merr me shkrime dhe do më thonë, nuk është se ke pas një përkrahje tamam nga stafi, për shkak se ndoshta ju ka pengu edhe ajo që ti njëjtën kohë dhe ke fillu pastaj me botu libra. Po, ndoshta nuk më me qujtë të stafi, ndoshta dikon individuale, se për ndryshe kom pas mundësi, për shembull, kom pas përkrahje edhe pe kolektivit. Mirë po, ta thëmë drejtën, tash të majet, kom qenë edhe si fëmijë, diçka jam këm ngolës, tash kur të fjallë kërja që spikët, dikun me bo në realizim, diçka në qëllim në jetën teme, unë e realizej pavarësisht... Pavarësisht fjallëve të nuk e dërzu asnjëherë. Ja, në kom moltu, në kom ry punën teme, kom ry punën me nderë, s'u ndosh me la diçka keq, për shembull, shkur për qatë punë që jam pagu. Mandej, kjo ka qenë punë shtesë, që të fjallë tonë kam dhe kom bënë me pej dëshires. Mirë po... Megjithatë, kjo është shumë e mirë që pastaj kanë kalu pavarësisht shumë vite dhe ti ke dalë tamam në vendin e duhur ku sot jeni punëtore në bibliotekën e qytetit këtu në Vushtrë. Po, tash prej fund të shorit vitit kalum, tash kom kalu në bibliotekën e qytetit. Por zotë edhe këtu jam puna është e mirë, kom kuptu shumë lehtë, punën e librit e duhur, edhe ta them drejtën, jo në bibliotekë që lexoj edhe punën e mirë, po edhe në shtëpi kam në bibliotekë, më me çujt ofër 2000 tituj, për afërsisht i kam, edhe pse kam një banesë vogël, mirë po librin e duhur, kështu që punoj me librin. Kudo që t'jem, a jam sot në bibliotekë, apo nuk do t'jam në tarmen në ato, une prap jam me librin, edhe e mira është që tash i kom realizu ëndrët e mija, edhe pak e shumë nështë e kom prejk pak edhe aktrimin, edhe letërsinë, kështu që me një fjallë një e plëtsume. Na fol diçka për librin e parë kur e keni botu dhe çfarë tematike ka libri i parë dhe si ishin përshtypjet, emocionet, me qenë se nuk është edhe lehtë me botu një libër. Librin e parë kom qujt në Kufit e Harresës, në Kufit e Harresës e kom qujt veç titullin, Kufit e Harresës do të kom dosh me harruën. Gjonat e këqija. Gjonat e këqija dhe
aja periudha. Mirë po, libri është mix poezi. Ka poezi të ndryshme natyre, familje, varet nga inspirime. Luftës, për shembull, në dëshmorja apo të që kes. Mirë po, është mix libri po. Mandej tani kam filluar me librat e tjera gradualisht. Me titull tjerë. Po pastaj kohën e fundit që keni botuar edhe një libër, me qenë se na tregoni para se të kalojmë te promovimi i librit që kishe tash kohën e fundit, sa libra i keni të botuar deri më tani? Deri më tani tash libri i fundit është që u botu është libri 24. Libri 24. Po. Mandej tash kam 3-4 vepra, 2 përgatitur për botim. Mbarët është shumë sa po mundën me arrit, tregova. Libri ka një kosto, 10. Sa po ki për kraje në këtë aspekt, me qenë se promovimin e fundit që i kam pa disa foto, me qenë se isha edhe iftuar, ishte pa mundur që t'jem në promovimin tuaj, po me gjithat ju kam përcjell në rrjetet sociale, ishte një promovim shumë profesional, ishte edhe kryetari i komunës aty. Sa ke pas për krahje nga kuvendi komunal i Vushtrisë? Po, duke falendëruar kryetarin edhe Drejtorinë Kulturë dhe Sport, jam për krahjen e shumë modeste, mund ta quaj, jo që boni në farë libri mirë, po boni për mbledhje pak e shumë. Ty falenderoj dy profesorët dhe mësuesin tim, kryesarin e klasës Xhavat Lajin, edhe prof Bedri Tahiri, këta që më kanë ndihmuar për shembull në redaktorën e lektori i librit. Për ndryshe, sepse kuptohet që ajo kushton, kur ata kanë punuar me shumë vullnet në këtë libër, mandej ty e di se edhe kryetarin ty falenderoj se ka qenë vetë libri që u dash spaku më përkrahë në edhe moralisht, sepse është libri flitet për gratë e vrorat komunës Vushtrisë, edhe qyteti ynë është faktikisht qytet i vogël, edhe nuk është pak, janë afër 100 gratë vrorat komunës Vushtrisë. Sa më gra e vajza, do të thotë numri afër 100, ndikon 98-9 janë këtë libër. Mandej pak më herët kam dalë edhe me librin për fëmijët e vrarë të komunës Vushtrisë, komuna Vushtrisë si ka 77.000, do të thotë u bëni për mbledhje, unë jam mënu me dokumentu diçka me bo një lidhje, mandej kush do më referu librit ose kush mundet me vazhdu. Okej. Sa kohë ju ka marrë, domethënë, duhet bëgi kohë për hulumtim, me qenë se është një numër shumë i madh i grave të vrara në Vushtri, si u inspirove për me shkruaj këtë libër, edhe sa kohë të ka marrë për me realizu këtë libër deri te botimi? Për lufta e fundit në Kosovë kanë dhënë shumë, femnat shqiptare kanë dhënë shumë kontribut. Deri na kuptuam edhe jetën që kanë dhënë, do të thotë veç Vushtria për shembull me zonë që femra, po qytetet e tjera, vendet e tjera që ka pas numër më të madh. Mirë po, ty u nis nga ajo që kam qenë edhe vetë pjesë e kësaj lufte, këtë luftë në Kosovë, kam qenë për shembull në Çeçavice, pjesë tjera të luftës ofensiva, s'kum kalu jashtë Kosovës, edhe ty e di rrugtimin tonë që dikush kena dhënë buke, dikush vesh mbathje, dikush ushqim, funksionat në vetë kanë kontribuar, unë e di shumë femna shqiptare kanë vdekë edhe prej plagëve edhe prej tortura. Unë e di që në Çeçavice sa herë një plagë kanë rrit 2 herë para neve ato. Edhe kanë dhënë shumë gratë tona dhe rrugtimi kom dash me shkru pak edhe për gratë tona, e drejtë më të lidhja që për shembull edhe kanë dhënë edhe jetën. S'kan kursy kur gjë për lirisë sot tek zonana. Edhe kjo më ka shtyr që s'po më dokumentuan, që amna, unë nashta mundet me çu dikur që ka nashta edhe gabime në libër. Unë s'kom shu gabime në të mijat, unë e kom referu librit te listat e shoqatës për shembull marteve të komunës Vushtrisë që kam marrë. I kom tek ku kanë lind, ku janë mbranë, ku janë mbarus. Ato zona i kanë dhënë vetë familjarët, për dresa i kanë dhënë vetë familjarët, edhe unë i kom referu që aty një pjesë. Mandej lidhja këtu, më ka marrë pak kohë, mirë po ju dhe shumë, nashta edhe se kuptuat që monografit janë pak të lodhshme, duhet pak shumë, adin me pas pak kujdes, mirë po, nashta edhe këtë pjesën e librit e duhet dhe kom punu
nuk më vjen vështirë. Edhe që kam gjetë kohën kur me pas mundësi për më ullë, me marrë me shkruaj diçka, për ndryshe kuptohet që pak lëvizja më ka dashur me taku njerëz, me konsultu me familjar, mirë po më bëni përmbledhje. Mendon se ke bo hulumtime të mjaftueshme, me qenë se nga njerë edhe mundesh me pas gabime të datat e lindjes apo vdekjes? Ka ndodhur një gabim i tillë në libër? Po, ndodhen, se cilën libër, për shembull, kur të marrën, mirë po tash masi ka përfundu libri, mirë po pa u shtyp librin, e ku mujt me ndërhy, sepse dikush për familjarë më ka thonë që paja nuk o vra, ndoshta supozoj, nuk o vra në drenis, po vra në shal. Mirë po, unë s'kum dash me ndërhy ato, përderisa ajo ku më referuen shoqatës, edhe zonat e familjarë, përderisa vetë familjarë i vetë. Ka thonë, u vra këtu edhe u varrës këtu, unë s'kum dash do të thotë i kom marrë dëshmit original, e kom marrë originalitetin e familjarëve. Tani kanë supozime, jo ajo vra që to, jo e ka pas dikush që të mirë, po unë kom shku tek rrëfimet e familjarëve, tek zonat e familjarëve. Tash, ka elçu gabim, asë në të tëtë referimi im, ka qenë të shoqata familjeve martirëve, mandej të familjarët. Ymria, në këtë libër ishte edhe një foto e një rripit. Na flisni pak a shumë për këtë rrip? Po një libër përpos që ka qenë lidhja tregova numri grave të vrara të Komunës Vërtres, janë edhe 3-4 rrëfime grave, për shembull rrugtime gjatë luftës, vrasja për shembull e bashkëshortit, ku ta dihenin disa tjera. Mirë po në këtë kam në rrëfim timin Çuçavic, kur na dalë, mandej prej kur na të mbuve Çuçavice, këna orë të Varrezat, na dalë në kolonë edhe di që dikush po në fillim të kolonës po i kontrollojnë e po marrin këtë çka kanë are të holla ku ta di. E di që kom pas 2 fotografi të vajzave, e kom marrë 2 fotografi edhe kom fut më në puma, e kom rujt për fotografi, edhe këtë luftën e kom bajt laps edhe letër. Kom shënu diçka data, për shembull ka dikush, po supozoj u vra dikush X personi ose u plagos, unë e kom shru datën, ditën, orën, se qaj person ku. Që, ashtu kom shënime. Edhe kërë ka thonë ashtu, unë e kom marrë një letër që kom pas dhuruma telefonin, se na kupteke, ku na cicin kolonë, shumica për shembull na kanë dërbu, na kanë zgjitur kolona për Macedoni me depërtu kufirin në Shqipëri. Edhe aty më kona përgatitur që po na qisin jashtë kufini, e kom hek rrypën, veç e kom këtu mrapa, dhe kom shënu numrin e telefonit të vllavë, të kom pas vllavë në Sloveni, numrin e dajës në Austrisë, e se kom harru, numrin e Axhës, një 3-4-5 numra, e kom shënu në rrëp, edhe mandim ka kujtu, thash po në qoftë na vrasin, e kom shu dhe në mbjemnin, do të thësht, që. Mirë po... Ti është me qenë disa dhona. Disa dhona. Edhe, e di që e kom hullë letrën edhe lapsin me një pjesë, dikon ka qenë disa në Beturina, të tek Varrezat e qytetit për flas. Mirë po, këna kalu kolonën, para të bastisë, se ata kanë vishë bo fillimin, e kanë bo të armujën atje, dhe si kanë do disa meshkoj, mandej dëgjon krismat kërë gjejtën telat të rrimës, u vrajtën 3-4 qytetarë të Vërtres, specifiku tash me emna, edhe na metëm kolonë, mirë po, ai rripi është ende e rrujat rrëp. E ki akoma? Po, edhe... Kjo foto në libër, do me thonë është fix nga ai rrëp? Po, ai rrëpim, edhe... Në qofse s'prish mund më na tregu për kamerë? Edhe, aty tash kanë qenë numrat e telefonit në rrëp, që tasë dhe tukti tash që e rrujat rrëp e kam... Do të thotë, këtu ka qenë emrin dhe mbjamën në fillim të rrypit, edhe janë numrat të telefonit. Në qofse ka mundësi për kamerën këtu? Do të thotë pjesa, ato kanë qenë, janë numrat të telefonit, mirë po, libri është i shtypur në bardhazi dhe është pak problematik, më dalluan. Këtu e kom rrujt që në qofse dalëm dikon jashtë Kosovës,
muna me kontaktu me familjarë, se s'tash me haqën e dajnë, këtë ti. E kuptoj, keni botuar shumë libra, nga këto cilën e cilëson më të suksesshme deri më tani? Cila është më e suksesshme edhe cilën e kam prit më mirë ti qytetarët edhe në cilën ti njihesh e përmbushme? Nuk e di, këtë anën e librit, nështë ka njerë sikur nana fëmijën që s'di me dallu, u këto se cilë e ka dashnin e vetë edhe të libri, se cilë libri e ka dashnin e dhimbjen e kuta di. Për një kohë caktuar që je shpreh. Sigurisht mirë, po thash librin e parë dushëm sepse ma ka dhënë rrugtimin e letërsisë. U prit mirë, kur u prit mirë diqysh tani s'kam hezituar edhe me ecë. Mirë, po për ka dhimbja dhe që e duan, i kam 2 monografi që kam tash për fëmijët e vrarës komunës dhe ushtresë, dhe tash për femna shqiptare di sakrifica, pra dhe që është edhe kjo për gratë e vrarës komunës dhe ushtresë. Sepse kam personazhe prej këtë lufta, prej këtë lufta e drejtë, ushtrisë shqiptare, nanat e tona, dhe të sakrificat, edhe këtë libra i du më shumë. Po, librat tjera do t'jenë me këtë tematik apo jo? Jo, po supozoj kam një premledhjet, një romani, mirë po t'ja nuk besoj, du me dalë një poezi, poezi pak ma buta, diqka, ma të amblat, me shuna shta për natyrën, për dashurinë, jo kretë. E kuptoj. Ymrije, do të ndrojmë temë, do të dalim diçka tjetër, folëm mjaft për librat, jo e cek edhe në fillim të emisionit, dhe ëndra ime ka qenë t'jem pilote edhe gjithashtu edhe aktore. Tash kohën e fundit po të shohim edhe në disa pjesëmarrje tua, në disa drama të ndryshme. A mundesh më na fol diçka? Po, kem fillu dhe me aktrim, ka qenë filmi Bomba i James Spetall. O bo një lidhje mire, një filmi u bo premledhja komplet në ngjarjes luftës në Kosovë, për shembull debime, dhënime, masakra. Aty jam rolin e një nanës me fëmijë. Janë shumë aktorë kosovar. Mandej prej atij filmi ka ecë mirë, ka qenë premiera, 2 herë ka qenë në Zvicër, në Gjermani, ka lëviz, unë s'kam mujt me udhëtu. Mirë po, u prit mjaft mirë, që flet regjisori James Spetall, ende nuk ka dalë filmi, pritet. Mirë po, kom pas edhe disa tregime që janë tash që po bën të tregimet e vjetra shqiptare. Kem qenë aktor vështrias, është i mundi i babës, ato rolin e nanës. Zakonisht shkoj me rolin e nanës një dalë diçka përshtatesh më shumë. Përshtatet më shumë. Ka ecë mirë, është pjesën e nanën të kry, tani më uftof koha pak e lëvizjet një herë nuk kem të i vazhdu. Mirë po projektet tjera kam ftesa, po presën të ardhmen. Je përmbushme me këtë ëndër të cilin e ke pas nga mosha e hershme e fëmirisë dhe a mendon që këtë punë të cilin pe bën po shpërblehet dhe ja vlen? Me qenë se në Kosovë pavarësisht që çfarë do pune që të bësh, nuk është se paguhesh aq, po prafërsisht. Thash, e ime ka qenë me plësuat ëndrën tam feminore që kom pas, mandej për më pagu jo, kuptohet. Mirë po, e mira është unë e kom rrit qëllimin tam edhe ëndrën e kom realizu. Presëm, e mira ka qenë që çdo pjesë filmit ka qenë një mesazh i mirë, sikur tregime popullore, sikur filmi Bomba, është një film që tamam në shujt rrugtimin e nanës, afrimitetin me fëmijë. So kanë arrit njerëzit me të pa në film edhe me të njoft nga jeta reale, edhe ka ndodhur dikush që të thënë ndonjë kompliment në këtë drejtim? Nështë se di, për njoft janë, nështë pak janë, mirë po... Do thëtë me këtë që aty, me thonë, ke qenë totalisht në rolin e nanës edhe nuk mundet dikush me marrë me men që ti e kjo një të role. Po, edhe ka ndodhur dikush, ma ta e më ka thirë, hej, më qatë pjesë që kam po, dikush më thallë, po ti eshe,
Po që ke tjetër, kur të kom po ma të 2000, ma të shana diqka s'ka mujtë më përshkru, për shembull na shane jam pak më tip ma sportiva, edhe ke dalë këtë kontrast, për shembull me mirë po, u prit mirë, edhe ka njerë kur më takojnë në rrugë, e kem po atë pjesën tonë, se mirë po, mirë, me qenë se u prit mirë, normal që kita një vullnet edhe në tarmen. A mendoni që, do më thonë, projektet e radhës të ndryshoni rolin, apo në këtë rol jeni mirë? Nuk e di. Nuk besoj diçka që muna më thonë. Më pëlqen diçka, ta thënë drejtën, më pëlqen rolet ma serioze. Kështu edhe nuk e di, diçka tjetër për shembull, më kanë ofruar një rol diçka ma se mirë, po është vetë natyra jam që nuk mundesh me dalë nga natyra. Nuk më dalë nga vetja, për ata. Ymrije, me qenë se minutat e emisionit tonë shumë shpejt po ikon, atëherë na thuaj për fund ndonjë mesazh për të gjithë shikuesit tanë të cilët na ndoqën deri në këto momente, edhe na tregoni pak a shumë për projektet tua për në të ardhmen. Po pres bashkëpunime me ndaj produksion serioz. Mos po ty të falenderoj për ftesën. Knatësi gjithmonë me të pasë. Njerëzit tonë, thamë, t'jem sa si popull që jem human, t'jem sa ma human, sa ma me posa dhe dashuri kuptohet, mos me na munguan ajo mirësia, respektet e njëri tjetri, vetëm me respekt, me dashuri, mundëm edhe në shumë që u ndërtu edhe shteti jo mirë, po janë shtyllat kryesore të shoqërisë edhe të shtetit. Për shembull arsimi, kur tam arsimi është hyn gjitha, për shembull bashkëpunimi, respekti, dashuria për atë dhejën e gjitha, kështu që i falenderoj për secilin veç që kanë përkrahur moralisht ose më respektojnë, më nderojnë, kështu që unë jam shumë e nderuar në qytetin e Vostres, edhe jam shumë komod me ta njerëz. Kështu që ty të falenderoj shumë për ftesën edhe për respektin, pas punë marr, pas shëndet e pas suksesin. Faleminderit shumë edhe një herë, faleminderit nga zemra që ndave me ne dhe me shikuesit këto rrëfime, me qenë se të kemi kthy disa vite mrapa me shumë gjana, po ja që ky është emisioni Rrëfim Jete. Faleminderit. Faleminderit shumë.